Henry McCoy dhe gruaja e tij, babi, dëshironin më shumë se çdo gjë të krijonin një familje. Për një kohë të gjatë kjo dukej e pamundur. Babi kishte lindur me një problem në gjendrën e hipofizës që e bënte shtatzanin shumë të vështirë. Por pastaj në vitin 1996 ndodhej diçka e mrekullueshme. Ata sollën në jetë një vajzë dhe e quajtën Michaela Mari. Pas një kohe, babi dhe Henry u ndjen gati të provonin sërish. Ata u takuan me një specialist që sugjeroi trajtimin e fertilitetit. Plani ishte të përdorej një ilaç i quajtur Metroden, i cili ndihmon gratë të ovulojnë dhe rrit shanset për të mbetur shtatzëna. Ata sinqerisht nuk dinin çfarë të prisnin nga trajtimi, por kur shkuan për një kontroll rutin mjeku u dha një lajm që i la pa fjalë. Ata nuk po prisnin vetëm një fëmijë, por po prisnin 7. Ishte herë e parë që ndëgjonin fjalën septuplet, 7 binjak. Lajmi ishte i pabesueshëm, por erdhi gjithashtu me rreziqe serioze si për babin ashtu edhe për foshnjat. Një nga mjekët e tyre foli për diçka të quajtur reduktim selektiv, një opsion mjekësor ku disa embrione hiqen më të mirë. Babi dhe Henry u mbi ngarkuan nga emocionet dhe zgjedhjet e vështira, por pas një mendimi të thellë ata vendosën. Do të shkonin përpara me të 7 foshnjat, pa reduktime. Ata do të kishin 7 binjak. Edhe pse ata ndiheshin të sigurt në vendimin e tyre, jo të gjithë ishin dakord. Disa njerëz folën hapur duke thënë se nuk ishte e drejtë të vazhdojnë me një shtatzani kaq të rrezikshme. Por babi dhe Henry qëndruan pas zgjedhjes së tyre. Dhe ndërsa fjala u përhap në qytetin e tyre në Carlisle, në Iowa, komuniteti filloi të ndërhynte. Askush nuk kishte parë një rast si ky, dhe njerëzit kuptuan shpejt se familja McCoy do të kishte nevojë për sa më shumë mbështetje. Mbështetja që vërshoi pas njoftimit ishte e pabesueshme. Njerëzit dërguan stiva me pelena, ofruan shërbime falës, dadash, madje dhuruan ushqime për një vit. Dikush u dha atyre edhe një furgon të mjaftueshëm për të gjithë familjen në rritje. Babi dhe Henry nuk dinin vërtet si të shprehnin sa mirënjohës ishin. Gjithçka ishte paksa dërmuese, por më pas atyre i u dha diçka që nuk e kishin parë kur të vinte. Një shtëpi 500 metra katror e dhuruar plotësisht. Dhe pikërisht, kur menduan se kjo ishte surpriza e fundit, ata morën edhe furnizim të plot ushqimesh për një vit. Ndërsa afati i lindjes afrohej, ankthi filloi natyrshëm. Kishte kaq shumë të panjohura rreth kësaj lloj lindjeje dhe rreziqet ishin reale. Edhe me momentet anksioze, babi dhe Henry ndiheshin kryesisht plot shpresë dhe të emocionuar. Ata po bënin gati gjithçka, kur paprit mas më 19 nëntor 1997, babi duhej të dërgohej me shpejtësi në spital. Foshnjat nuk priteshin për 9 javë të tjera, por kishin vendosur si ishte koha. Nuk kishte dyshim, babi duhej të lindte me operacion cezarian. Në vetëm 6 minuta të 7 foshnjat lindën. Familja e tyre prej 3 vetash papritmas u bë një familje prej 10 antarësh. Lindën 3 djem dhe 4 vajza. Kenny Jr., Robert, Alexis May, Natalie Sue, Kelsey Ann, Nathan Roy, Brandon James dhe Joel Steven. Ishte e vështirë të mbahej mend pa etiketa emri. Ishte e pabesueshme që të 7 foshnjat i mbijetuan lindjes. Megjithatë, kishte disa shqetësime të hershme shëndetësore. Lexi kishte një problem muskular që e bënte të ngrënit të dhimbshëm për të, dhe Natalie kishte vështirësi me refluksin e acidit, i cili gjithashtu i shkaktonte shqetësim gjatë ushqyerjes. Të dëgjosh për 7 foshnja që lindën është një gjë, por të jesh pjesë e ekipit spitalor që ndihmoi në sjelljen e tyre në jetë është diçka tjetër. 2 ditë pas lindjes, i gjithë ekipi mjekësor u mblodh për një foto për ta kujtuar momentin. Sa po doli fjala se Bobby kishte lindur para kohe, gazetarët vërshuan qendrën spitalore metodiste të Iovos në Des Moines. Parkingu ishte i mbushur me ekipe mediatike, të gjithë hedhur për të mbuluar historinë, por i priste një pritje e gjatë. U deshën 3 muaj e 10 ditë para se babi të lejojë më në fund të shkonte në shtëpi. Kur më në fund erdhi koha për të lënë spitalin, babi dhe Henry nuk dolën vetëm. Një ekip ishte aty për t'u udhëhequr dhe mbrojtur nga turma e gazetarëve që prisnin jashtë.
Pasi arritën të sigurt në furgonin e tyre të ri dhe u larguan nga parkingu i spitalit, policia mori përsipër të sigurojë që ata të qëndronin të mbrojtur. Në shtëpi, oficerët qëndruan në ruajtje jashtë shtëpisë së tyre, për të siguruar që familja të vendosej në paqe, të paktën derisa të ishin në gjendje të transferoheshin në vendin e tyre të ri. Kjo zhvendosje e madhe më në fund erdhi dhe nuk ishte thjesht një ditë zhvendosjeje, ishte një festë e madhe. Familja McCoy u zhvendosë zyrtarisht në shtëpinë e tyre 550 metra katror dhe ajo erdhi me një ceremoni. Të gjithë u mblodhën brenda garazhit ndërsa Lloyd Clark, kryetari i kompanisë Clark, i dorëzoi me krenari çelësat e shtëpisë Henryt. Buzëqeshjet ishin kudo. Më pas, në dhjetor 1997, babi dhe Henry morën një telefonat befasuese. Revista Time donte të përfshinte historinë e tyre. Kjo ishte kur ata e kuptuan 7 binjakët e tyre nuk ishin të njohur vetëm në qytetin e tyre të vogël. Historia ishte përhapur në të gjithë vendin. Edhe pse dhjetra media kishin ndarë historitë e tyre, shumë pak kishin qenë aty për të mbuluar atë drejt për drejt. ABC News Prime Time ishte rjeti i parë që transmetoi zyrtarisht historinë e tyre. Me gjithë vëmendjen, disa kritike ishin të pashmangshme, disa njerëz madje akuzuan çiftin se po dëmtonin mjedisin duke pasur shumë fëmijë. Por përmes të gjitha komenteve negative dhe opinioneve të ashpra, babi dhe Henry qëndruan me këmbë në tokë. Ata e dinin se çfarë kishte vërtet rëndësi. Në një moment ata kuptuan se ishte koha të largoheshin nga qendra e vëmendjes. Ata vendosën se do të bënin paraqitje publike vetëm për datëlindjet e fëmijëve dhe jo më shumë se aq. Ishin kuinteshat Dion, të lindura në 1934 në Ontario, Kanada, të cilat i ndihmuan ata të arrinin në atë zgjedhje. Kuinteshat Dion ishin rritur në një mënyrë shumë të vështirë dhe publike. Ato ishin ekspozuar, trajtuar si një atraksion turistik dhe kjo kishte shkaktuar dëm real. Paralajmërimi i tyre i ra në sy familjes McCoy, kështu babi dhe Henry e zhvendosën vëmendjen e tyre të plot te jeta në shtëpi dhe rritja e fëmijëve të tyre. Kishte shumë sfida të reja për t'u zgjidhur. Vetëm lavandaria u bë një mal pune i përditshëm. Ata bënin rreth 17 larje çdo javë. Për të mbajtur ritmin, ata përfunduan duke bler 2 lavatriçe dhe 2 tharrëse, dhe nëse kjo tingëllon intensive, pelenat ishin në një nivel tjetër. Mesatarisht, 7 binjakët shpenzonin 52 pelena në ditë dhe pinin 42 shishe. Kujdesi për 7 binjakët ishte fizikisht raskapitës për babin. Ajo duhej të pomponte qumshgjiri për të 7 foshnjat vet, gjë që nuk kuptonte, prodhimin e 4 deri në 5 gallona çdo javë. Ajo e mbajti këtë deri në moshën 3 muajshe të foshnjave. Trajnimi për tualet kishte qenë mjaft i lehtë me Mikaelën, vajzën e tyre të madhe, e cila e kapi për vetëm 4 ditë. Por të përpiqeshe të trajnonin 7 fëmijë të vegjël, menjëherë ishte një histori krejt tjetër. Babi dhe Henry e dinin se do të duheshin të paktën disa muaj dhe ishin gati për këtë. Nuk kishte mundësi që 2 njerëz vetëm të kujdeseshin për 7 foshnjat dhe një fëmijë të vogël. Fatmirësisht, ndihma erdhi nga të gjitha anët. Miq, familjar dhe vullnetar me zemër të mirë, të gjithë ndihmuan. Njerëzit ndihmuan me ushqyerjen, ndërimin e pelenave, pastrimin dhe thjesht duke luajtur me foshnjat. Disa ndihmës ishin të papritur si punëtorët e ndërtimit që punonin në shtëpinë e tyre. Gjatë pushimeve të tyre, ata me kënaqësi merrnin radhën duke mbajtur foshnjat dhe duke ndihmuar sa mundeshin. Mbështetja që morën nga publiku ishte mrekullueshme, por ndihma nga familja vlente edhe më shumë. Motra e babit, Michelle, ishte shpesh aty duke qeshur dhe duke luajtur me mbesat dhe nipëritë e saj. Brenda natës ajo ishte bërë teze e 7 foshnjave dhe ndërsa rreth 70 vullnetar ndihmuan me kalimin e kohës, ishte një ndihmës e vogël që vërtet spikati. Mikaela Mari, edhe pse ishte ende e vogël, ajo e donte ushqyerjen e motrave dhe vëllezërve të saj dhe e kalonte kohë me ta. Të kishe gjithë atë mbështetje ishte një bekim, por nuk i fshiu sfidat reale. Një nga më të mëdhat ishte paraja. Me 8 fëmijë të vegjël në shtëpi, shpenzimet shtoheshin shpejt për të menaxhuar. Babi dhe Henry vendosën të fillonin të blinin me shumicë, gjë që ndihmoi të ulnin faturën e tyre të ushqimeve në rreth $300 në muaj. Edhe pse fqinjet ishin mësuar të shihnin 7 binjakët për rreth, ata ende kthenin kokat sa herë që dikush nxirrte fëmijët me karrocën e tyre, ekstra të gjatë. Ajo duke më shumë si një limuzin karrocash se sa diçka tjetër.
Blerja me shumicë ishte vetëm fillimi i planit të tyre të kursimit. Ata gjithashtu ndërtuan kopshtin e tyre të perimeve, që bëri një ndryshim të madh. Ajo u dha atyre ushqim të freskët drejt për drejt nga obori i tyre dhe ndihmoi në zgjatjen e buxhetit edhe më shumë. Por pavarësisht sa mirë planifikonin, rritja e 7 foshtjeve menjëherë erdhi me grupin e vet të përgjegjësive të pandërprera. Vizitat e rregullta tek mjeku u bën pjesë e rutinës së tyre. Kjo nuk ishte rritja e një fëmie, ishte rritja e 7, të gjithë të së njëjtës moshë, të gjithë menjëherë. Kështu 7 binjakët ishin gjithmonë në kujdes të ngushtë dhe kontrollet e rregullta. Të gjithë thonë se mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës dhe për 7 binjakët, Makoj ai u bë shpejt edhe i preferuari i tyre. Dhe ja diçka interesante, a e dini se foshnjat mund të kenë gjuhën e tyre? Është në të vërtetë një gjë reale e quajtur kriptofazi. Është një gjuhë e shpikur që përdoret nga binjakët, trinjakët dhe po edhe 7 binjakët për të folur me njëri tjetrin në mënyrë që askush tjetër nuk mund t'i kuptojë. Fëmijët Makoj kishin atë lidhje. Ata do të bisedonin në gjuhën e tyre të vogël dhe as prindërit e tyre nuk mund të kuptonin gjithmonë atë. Çdo ditëlindje, 7 binjakët ndiheshin si më shumë të thjeshtë se një festë. Për babin dhe Henrin ishte një moment për të reflektuar mbi dhuratën e pabesueshme që u ishte dhënë. Këto ditëlindje ishin të mbushura me gëzim, por edhe mirënjohje të thellë, vit pas viti. Fakti që fëmijët po rriteshin të shëndetshëm dhe të lumtur ishte një kujdes se ata kishin marrë vendimin e dur atëherë kur zgjodhen të mbanin të 7 foshnjat. Çdo ditëlindje ndihej si një mrekulli tjetër e vogël. Sigurisht, ndërsa fëmijët rriteshin, edhe sfidat e përditshme rriteshin. Një që i kapi ata të papërgatitur ishte veshja. Vetëm sepse 7 binjakët ishin të gjithë të së njëjtës moshë, nuk do të thoshte se të gjithë mbanin të njëjtën masë. Mbajtja e hapit me nevojat e tyre për veshje u bë një detyrë me kohë të plotë. Veshjet e Mikaelës nuk ishin as pak të mjaftueshme për t'i shërbyer të gjithëve. Fatmirësisht, kompania e veshjeve për fëmijë, Carters, ndërhyri dhe ofroi me bujari të siguronte veshje për 7 binjakët derisa ata të mbushnin 5 vjet. Edhe pse koha kaloi, zhurma rreth familjes nuk u zbe kurrë. Kjo u bë veçanërisht e qartë kur presidenti Bill Clinton personalisht i telefonoi babit dhe Henrit për të uruar mirë. Disa vjet më vonë ata patën gjithashtu mundësinë të takonin presidentin George W. Bush, por babi do ta mbajë mend gjithmonë atë telefonat të parë. Presidenti Clinton i kishte thënë: "Kur këta fëmijë të shkojnë të gjithë në shkollë, ju do të jeni në gjendje të merrni një punë duke drejtuar çdo korporat të madhe në Amerikë. Ju do të jeni menaxherja më organizuar në Shtetet e Bashkuara." Ai moment i mbeti në mendje. Nuk ishin vetëm presidentet ata që ishin kurioz për 7 binjakët. Guvernatori i Iovës, Terry Branstad, gjithashtu gjeti kohë për të takuar familjen. Dhe ndërsa ai ishte i emocionuar t'i takonte një nga 7 binjakët, ishte po aq i emocionuar të takonte atë. Dhe sigurisht asnjë ditëlindje nuk është e plotë të pa tortë dhe qiri. Por kur 7 binjakët mbushën 4 vjet, babi dhe Henry morën një vendim të ndryshëm. Në vend të 7 tortave, ata kishin një me vetëm 4 qirinj. Ata donin të mësonin fëmijëve të tyre një mësim të thjeshtë por të rëndësishëm. Ndarjen dhe të qenit mirënjohës për ata që kishin. Nuk do të ishte befasi për askënd që secili nga 7 binjakët kishte personalitetin e tij të veçantë. Çdo fëmijë solli diçka të veçantë në familje. Kenny Jr. ishte i njohur si kloni i familjes, gjithmonë duke bërë shaka. Joel dhe Natalie ishin të qetët që donin të lexonin. Brandon ishte i njohur si më guximdari dhe gjithashtu më kokforti. Nga të gjithë fëmijët, Kenny Jr. vërtet spikati. Ai fitoi pseudonimin eksploruesi i vogël, sepse ishte gjithmonë duke hyrë në vende ku nuk duhej të ishte. Ai ishte padyshim më ngatruesi i grupit. Babai Henry dhe nëna Babi kishin mënyrën e tyre për të përshkruar secilin nga fëmijët e tyre. Alexis ishte e ëmbël dhe gjithmonë shumë e vetëdijshme për rrethinën e saj. Joel ishte i menduar dhe qëndronte mjaft i qetë. Kelsey e donte sportin dhe kishte një ndjenjë të vërtet stili. Kenny Jr. ishte gjithmonë plot energji dhe nxitje. Nathan ishte i vendosur, Brandon ishte i hapur dhe atletik, dhe Natalie ishte ajo që synonte gjithmonë për sosshmërinë. Edhe me kaq shumë gjëra që ndodhin, babi dhe Henry e dinin se e rëndësishme ishte të kujdeseshin edhe për marrëdhënien e tyre. Ata e bën zakon të planifikonin një natë takimi një herë në javë, thjesht kohë për të dy.
dhe ata nuk e lanë orarin e ngarkuar t'i ndalonte ata të bënin gjëra të veçanta me fëmijët gjithashtu. Një nga më të paharueshmet ishte kur morën Mikaelën dhe të 7 motrat e vëllezërit në një udhëtim në Disney World në Orlando. Kur Ladies Home Journal pati mundësinë të përfshinte familjen McCoy, ata e dinin se ishte diçka e veçantë. Revista publikoi një histori kopertine kur 7 binjakët mbushën 8 vjeç dhe kjo përfundoi duke ndihmuar shumë prindër të tjerë. Disa vjet më vonë, në vitin 2001, 7 binjakët takuan presidentin George Bush. Fëmijët nuk ishin saktësisht të sigurt se kush ishte ai në ato kohë, por ai sigurisht që e dinte se kush ishin ata. Rasti kërkonte veshje të njëjta, një set për djemt dhe një tjetër për vajzat. Ndërsa 7 binjakët vazhduan të rriteshin, disa rrjete televizive trokitën duke shpresuar ta kthenin jetën e tyre në një reality show. Por babi dhe Henry nuk ishin të interesuar. Ata donin që fëmijët e tyre të rriteshin si çdo fëmijë tjetër, larg kamerave. Megjithatë, ata bën disa përjashtime se lejimi i mediave të kontrolloj gjatë ditëlindjeve. Një gazetare, Ann Curry, nga Today Show, mbajti kontakt gjatë viteve. Në ditëlindjen e 13 të fëmijëve, ajo bëri një histori të veçantë e solli me vete 91 qiri për të shënuar festën. Kur më në fund erdhi dita që 7 binjakët të fillonin shkollën e mesme, ishte një moment që tërhoqi vëmendjen e të gjithëve. Askush nuk ishte parë 7 motra dhe vëllezër të së njëjtës moshë esnin së bashku nëpër korridorët e shkollës së mesme Carlisle. Por nuk u desh shumë kohë që ata të vendoseshin. Ata bën miq shpejt dhe u përzien menjëherë si çdo student tjetër. Të lindurit para kohë ndonjëherë mund të sjellin sfida, dhe kjo ishte e vërtet për 7 binjakët McCoy. Si Alexis, ashtu edhe Nathan linden me paralizë cerebrale, gjë që e bënte ecjen më të vështirë për ta. Por kjo nuk i ndaloi kur ata të ndiqnin atë që donin. Edhe pse ndonjëherë përdonin walker për të lëvizur, ata ishin të vendosur të jetonin plotësisht. Nathan sidomos e shtiu veten për t'u përmirësuar, duke punuar drejt qëllimeve të tij çdo ditë. Ai njëherë tha: "E mësova veten si të ecja sepse vërtet doja të mësoja." Alexis kishte një formë më të rëndë të paralizës cerebrale, por kjo nuk e ngadalsoi as atë. Në vitin 2013, ajo u kurorësua Miss Adoleshente. Ëndrat u bën realitet dhe la një shenjë pozitive tek të gjithë ata që e takuan. Para se dikush ta kuptonte, mbriti ditëlindja e tyre 16. Ishte një moment i madh dhe emocionues gjithashtu, sepse po mësonin të drejtonin makinën. Por mësimet e drejtimit nuk janë të lira, dhe kjo ishte kur babai i tyre vendosi se ishte koha perfekte për të dhënë një mësim të rëndësishëm jete. Henry donte që fëmijët e tij të kuptonin se parat nuk shfaqen vetëm, duhet t'i fitosh. Kenny Jr. shpjegoi për NBC News: "Na u mësua nëse duam diçka, duhet të punojmë për ta." Edhe pse kishin një histori mjaft unike duke u rritur, në thelb ata ishin thjesht adoleshentë të zakonshëm. Disa po fillonin të eksploronin dashurinë e re, të tjerët gjetën punë me kohë të pjesshme dhe disa tashmë po uleshin pas timonit. Kur mbushën 18 vjet, gjërat filluan të ndryshojnë vërtet, veçanërisht për babin dhe Henryn. Të dy donin të ndanin këshilla dhe udhëzime me secilin fëmijë, por ta bënin këtë 7 herë nuk ishte saktësisht e lehtë. Pastaj erdhi një moment i madh. Në maj të vitit 2016, 7 binjakët u diplomuan në shkollën e mesme. Për babin dhe Henryn, duke i pothuajse ireale, duke parë të 7 me kapele dhe uniforma, ishte e vështirë të besonin sa shpejt kishte fluturuar koha. Pas diplomimit secili prej tyre u nis për të ndjekur rrugën e tij. Alexis dhe Kenny Jr. qëndruan pranë shtëpisë dhe ndoqën kolegjin komunitar të zonës Des Moines. Dhe po, Alexis u diplomua në krye të klasës së saj të shkollës së mesme. Ndërkohë, Brandon u bashkua ushtrisë amerikane, duke dëshmuar sa guximtar ishte vërtet. Kishte qenë ëndra e tij që kur ishte 3 vjeç dhe tani më në fund po e jetonte atë. Kenny Jr. ka qenë gjithmonë i llojit praktik dhe pasi kuptoi se kishte një aftësi për marangozin, ai u zhyt plotësisht në të dhe tashmë ka përfunduar disa projekte mbreslënëse të tij. Fëmijët McCoy gjithashtu ishin me fat që morën 2 oferta shumë bujare për arsimimin e tyre. Shteti i Iovës tha se ata mund të ndiqin çdo universitet publik në shtet falas. Përveç kësaj, Universiteti Hannibal Ranch i Missourit ofroi bursa të plota për të 7. Nathan, Natalie, Kelsey dhe Joel vendosën t'i pranonin ato. Lexi është një tjetër që vërtet ka gjetur rrugën e saj. Ajo është e apasionuar pas edukimit në fëmijërinë e hershme dhe zgjodhi të studionte në atë fushë.
Dhe po, ka një shkencëtar në zhvillim në mes. Gjithashtu, ky do të ishte Nathan. Disa thonë se ai është Einstein i ardhshëm. Mirë, ndoshta kjo është një egzagerim, por nuk ka dyshim se ai do të shkojë shumë larg. Sigurisht, çdo familje ka nevojë për një muzikant. Dhe Kelsey padyshim përshtatet me këtë. Ajo ishte në bandën shkollore dhe ka talent të vërtet, kështu që nuk ka dyshim se do të bëjë diçka të madhe pas Hannibal Ranch. Dhe prit, del që Nathan nuk është i vetmi shkencëtar i ardhshëm. Joel është gjithashtu në atë botë, megjithëse ai po fokusohet në shkencën kompjuterike. Pastaj është Natalie, e cila është e apasionuar pas ndihmës së fëmijëve. Ajo po studion për të bërë mësuese e shkollës fillore dhe tashmë është në rrugën e saj për të bërë një ndryshim. Ndërsa secili nga 7 binjakët hyri në moshën madhore, Bobby dhe Henry e gjetën veten në një vend të ri të çuditshëm. Shtëpia e tyre dikur e zëm papritmas ishte shumë e qetë dhe ai ndryshim nuk ishte i lehtë. Pas vitesh lëvizje të pandërprer, të pasurit hapësirë dhe heshtje, kërkoi një përshtatje të vërtet. Tani që kemi folur se ku përfunduan të gjithë 7 binjakët, po motra e tyre e madhe, Michaela Mari vazhdoi të studionte si në Des Moines, ashtu edhe në Universitetin Shtetëror të Arizonës. Ajo tani është e martuar dhe ka përjetuar gëzimin e të bërit print. Mrekullia është kthyer në rreth të plotë. Nuk kalon asnjë ditë ku Bobby dhe Henry nuk ndjen mirënjohës për jetën që u është dhënë. Ata shpesh mendojnë për ditët e para kur njerëzit sugjeronin të merrnin parasysh reduktimin selektiv dhe ata e dinin thellë brenda se bën zgjedhjen e dur për familjen e tyre. Nuk është vetëm një se janë mirënjohës që nuk e morën atë rrugë. Ata nuk pajtohen fuqishëm me të. Kur pyeten për këtë, Bobby dhe Henry shpesh thonë: "Eja në shtëpinë tonë dhe më thuaj, cilët 4 nuk do t'i kisha pasur?" Për ta, të kishin 7 binjak nuk ishte thjesht e rrallë, ishte një dhuratë. Ata gjithmonë kanë besuar se ishte e shkruar. Duke u ndjerë të prekur nga përvoja e tyre, ata vendosën të ndajnë historinë e tyre në një libër që e quajtën 7 nga qielli. Është më shumë se thjesht një libër, është një reflektim i udhëtimit që ata ndoqën së bashku. Gjatë rrugës, fotografët Andrea Melendez, Holly McQueen dhe Rodney White kapën momente të bukura të 7 binjakëve duke u rritur, foto që mbeten kujtimin të çmuara familjare deri në këtë ditë. Çdo vit, fëmijët rreshtoheshin për fotot e tyre vjetore, një tjetër mënyrë për të kapur se sa larg kishin arritur. Duke parë një kolazh të atyre fotove, a mund të tregoni kush është kush? Duke filluar nga lart majtas dhe duke shkuar në drejtim të akrepave të orës. Kelsey, Kenny, Natalie, Michaela, Alexis, Brandon, Nathan dhe Joel. Në vitin 2016, vite pasi i takoi për herë të parë, gazetarja Ann Curry u kthye për të takuar me 7 binjakët. Ajo ishte e mahnitur nga se ishin rritur. Ata nuk ishin më foshnjët e vogla për të cilët ajo kishte treguar histori. Ata ishin të rinj që shkonin drejt të ardhmës së tyre. Një pyetje që njerëzit shpesh bëjnë është: a do të kenë ndonjë nga 7 binjakët 7 binjak gjithashtu? Përgjigjja sipas ekspertëve mjekësor është ndoshta jo. Kjo sepse trajtimi i fertilitetit që përdori Bobby nuk është diçka që trashëgohet gjenetikisht. Tani më shumë se 20 vjet më vonë, familja McCoy ende shikon pas me zemër plot. Kur pyeten nëse do të ndryshonin diçka, vendimet, vështirësitë, kaosi, Bobby dhe Henry thjesht buzëqeshin dhe thonë jo. Historia e tyre është më shumë se thjesht për të pasur një familje të madhe. Është një kujtesë se kur beson, qëndroni fort dhe vazhdon. Jeta mund të bevasojë në mënyrat më të mira, ndonjëherë madje të jep bekime herë 7. Nëse kjo histori ju preku zemrën, mos harroni të bëni like, shpërndani dhe abonoheni për më shumë histori të jetës reale që na kujtojnë se çfarë ka vërtet të rëndësi. Faleminderit që na ndoqët.